Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Vazhdojmë tutje drejt përmirësimit të zemrave. Allah na I përmirësoj zemrat tona dhe na mundsoj që Allahun të takojmë me zemra të shëndosh. Kemi arritur tek një pikë të rëndësishme e cila përbën metodologjinë që duhet ta ndjekim në pastrimin e zemrës. Me këtë që po flas kam për qëllim atë që vjen. Nga se është mirë të kuptojmë se çfarë nën kuptojmë me metodologji. Metodologjia është rruga të cilën e ndjek besimtari në vazhdimsi, e cila ka shenja të caktuara që shpihen qëllim të caktuar. A kuptove? Metodologjia dallon nga metoda. Metoda nuk kupton përdorimin e një mjeti kohë pas kohe. Një herë, dy herë nuk e përdor më, nuk duhet e kështu me radhë. Nëse metodologjia karakterizohet me stabilitet, gjithmonë është kështu. Nuk paramendohet ndryshe. Është stabile, është konstante, e vazhdueshme dhe I ka shenjat e qarta. Andaj për të përmbyllë me sukses procesi I përmirësimit të zemrës, në kuptimin e parë që kemi folë atje, atëherë Ehli Sunne wal Jamaa kanë ndjek një rrugë, një metodë tejet ose metodologji tejet efikase, që ka rezultuar me shërim, ka rezultuar me pastrim. Nga sa ata që e kanë ndjekur këtë metodë janë lajmëruar se janë të shëndosh. Kjo është më rëndësi. Për shembull, a dyshon dikush në pastrimin e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ja, aftë. Nuk dyshojmë. E po mirë, kjo është pasojë dhe rezultat I efikasitetit të metodologjisë së ndjekur. Shumë thjesht. Ti ja mahnitesh me selefin Hasan al-Basriu në Said ibn Musayyib, Muhammad ibn al-Wasi, ata që po I përmendin vazhdimisht, Sufjan al-Thawri, Ibn Uyayna, al-Auza'i, ai që e kanë fillim, Muhammad ibn Suqa, atë të tjerë, a mahnitesh me këta? Po apo. Këta nuk janë bën ndryshe. Këta nuk janë supermena, apo që kanë aftësi të jashtëzakonshme, as nuk janë jashtëtoksor. Këta janë njerëz, kanë të meta, kanë pas probleme, kanë pas të kaluar, kanë pas mëkate më të mëdha se na që kemi pas dhe kemi, megjithatë e kanë përdorur metodologjinë e duhur dhe ka përdorur efikasitet. Tash kjo duhet na bëni vetë përshtypje. E çka kanë përdorur? Apo sikur ti për shembull e ke një smundje, Allah na shëroft neve dhe të smundë muslimanëve, e ke një smundje edhe dikush ku po dam që të edhe një kon çta dëmë që po të bind se e ka pas mundën. Thosh ndëgjëm për ditë mos më dham askund më. Po çka ki bo? Apo merre? Çka ki bo? Çka kanë bo ata ndëgjë çka kanë bo prapë. Që kjo është domosdoshmë ajo që ka të bëjë me metodologjinë, që na duhet shumë se si duhet ta ndjekim apo. Metodologjia e ilustruarit këtë rrim është unike, nuk dallon. Por mund të ketë formulim, cili mund dallon. Unë kam përzgjedhur formulimin e Ibn Qayyimit rahimullah për këtë çështje, nga se vjen një fillim nga një ekspert I dëshmuar në këtë lami, dhe e dytë është interesant se e ka përdor në mënyrë të mrekullueshme për ta formuluar këtë metodologji me atë që e përdor medicina bashkëkohore e kaluar klasike në shërimin e këtë smundjeve që shërohen ato. A kuptove? Ka arrit me përshtat formulën e shërimit të smundjeve fizike në shërimin e smundjeve të zemrës. Kjo është për një më për afërt, apo se gjithmonë e krahasoj me ato që e prekum apo. Prandaj kjo më ka vënë përshtypje që ta përdori formulimin e Ibn Qayyimit në këtë metodologji apo. Një njeri për qenë I shëndosh duhet që të përmbushen tek ai 3 kushte themelore. Shëndeti njeriu të varet nga 3 kushte. Kushti I parë është që të kujdeset për gjërat që asigurojnë fuqinë dhe shëndetin. Një njeri që pa konsumut, shnash është si duhet, veç nuk han buk, ballë është. Apo? Musmu.
Andaj duhet që të përdor mjetet, të përdor gjëra që i garantojnë fuqinë dhe shëndetin. A është kjo e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme. Kjo është e para. E dyta që duhet ta përdor ky njeri për ta ruajtur shëndetin fizik të trupit të tij është ta ruan këtë shëndet nga çdo gjë që mund ta dëmton. Apo ti mund të hash bukë, e mund të pish ujë, e mund të përdorësh çajra me barishte ndryshme, ku e di çfarë, ato që janë shumë të shëndetshme, apo mirë, po është një problem është. Një problem është ky njeri në minutë 20 dal zbathur rreth udhvaptën. E pastaj problem valla është ftof. Po normal, se nuk është rujt, do të më rujt. Ose ka qëndruar në mesin e të smurve me smurje infektive. Dhe është infektu, valla. Interesant që infektu, kështë bën shumë mirë hanë bukë, po infektu. S'ka të bëj kja, buka i kërnën sëndet, po nuk e rujt. Ne duhet që të ruhet nga ato që e dëmtojnë. Dhe e treta, që është shtyllë themelore e shëndetit, është që vazhdimisht ta pastron veten nga ato që ndihmojnë sjelljen e dëmshme dhe pengojnë ndikimin e gjërave të dobishme. Largu gjithmonë këtë çështje. Apo për shembull, njëri han buk, mirë po e ka një virus të mbrëmshëm. Ai fillimisht duhet me lokalizu virusin, pastaj me ushqy vetëm me gjëra dobishme dhe me pengu përforcimet e virusit nga jashtë, që pastaj këtë virus me nxirr për jashtë apo. Mbi këto 3 shtylla ndërtohet shëndeti çdo kujt për njerëz, dashurimi i tij. S'ka tjetër. Sot medicina bashkëkohore këtë ndërton apo. Ibn Qayyim rahimullah thot, nëse këtë e përkthejmë në rrafshën e imanit, pastrimit të zemrës, atëherë thot kështu Ibn Qayyim apo. El-qalbu muhtajun ila ma yahfadhu alayhi quwwata. Zemra ka shumë nevojë për atë që ja mban të freskët fuqinë e vet, fuqinë e tërheqjes, se ton këtu do të më tërheq. Sa epshë këtu, sa nefsi këtu, apo do të fuqi e madhe që më tërheq përpara. E thash kjo është wahul imanu wa awradu at-ta'at. E kjo fuqi, si ushqim që ruan zemrën është adhurimin dhe Allahut azza wa jalla. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullah e ka mësuar këtë nga hoxha e tij, apo i cili dhikrin e ka pasur shim, nuk mbajnë kom, mu çunën kom, ç'më të rek zemra për kjo është apo. Andaj kryrja e adhurimit dhe Allahut azza wa jalla, me të gjitha kuptimet që do t'i përmendim më vonë. E dyta thot, për të ruajtur zemra fuqinë e vet ka nevojë që të ruhet dhe të mbrohet nga çdo gjë që e dëmton, sikur janë mëkatet. Çdo mëkat e dëmton ruje. Dhe e treta, thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa ila istifraghihi min kulli maddatin fasida, dhe që të lirohet nga çdo virus i dëmshëm i cili i shfaqet atij. E kjo si ndodh me teube të vazhdueshme. Këto janë tri japën. Andaj, kryerja e adhurimeve, ruajtja nga mëkatet dhe pastrimi nga viruset të kaluarës që kanë me të mrena me teubet sinqerë si duhet, kvalitative. Që kjo është harta e pastrimit të zemrën me të cilën kalon ehli suneti. Ta ashtu do të mundona që ti përmendi një nga një. Metodologjia e ehli suneti tash ndërtohet mbi këto 3 shtylla themelore. E para është kryerja e obligimeve ndaj Allahut azza wa jall, e cila përbën fuqinë e zemrës. Kur themi vëllëndëruar kryerja e obligimeve, neve na shkon mend namazi. Meherë, agjerimi në rregull është kjo. Mirë po, kjo është më e gjerë se kaq. Kryerja e obligimeve fillimisht fillon nga obligimet e zemrës. Pastaj obligimet e gjuhës, pastaj obligimet e gjymtyrëve. Dhe sa ma tepër e ushqejmë veten tonë me këto obligime, aq ma tepër fuqizohet zemra. Sa ma pak furnizohet zemra me këto obligime dhe këto adhurime ndaj Allahut azza wa jall, aq më e dobët bëhet. Ne ende nuk kemi arrit në atë shkallë
që çdo adhurim ndaj Allahut xhallahu ala që e kryejm ta ndiejmë si ushqimin që e ham. Për shembull, një njeri është dobësuar nga uria. Është dobësuar, do thotë e ka lëshuar fuqia tërësisht. Dhe ka arrit tek burimi i ushqimit. Dhe duke ngrënë ushqim, ai me automatizëm e ndin fuqinë. Nuk ka nevojë mu koncentroj vëllai nderuar në ushqim, se po u koncentruos apo përkushtou mirë, më i met këtu s'ka nevojë. E han më automatik komo si ka met, Allah alem ku, fut kafshatën në gojë, han, për një rëshë që më mirë është. Apo? Pse? Se është programuar trupi i tij që si të futet kjo, këtë ndikon apo. Kjo është mendimin e Allahut azh. Elhamdullah që këtu Allah s'ka kërku koncentrim se kështu vdek më ti. Apo këtu s'ka kërku për kushtim, se sa njëri kishte më vdek para mëna don të ha buk, po mos i çamet kërkojnë më në të buka, kish më vdek njëra. Këtu Allah na ka ndihmuar se ina dop naftën. Por ka kërkuar për neve në pikën e dytë, ta edukojmë veten ton, apo që atë që hajmë për ta fuqizuar shpirtin dhe zemrën, aty ta pretojmë si ushqim. Apo dhe të përcjellim sa apo ngopemi. Çfarë nën kupton kjo? Ti për shembull e han një kafshat, sapo duhet shumë thjesht me përmend me çdo ditë na më përtu këtë mësim pastaj. Çe kët gotë më rafën. Duke pi ujë, kur e din sa është ball? Apo ti e din sa është mjaft kur arrihet qëllimi. I kësajna, apo? Qa qëllimi i kësaj? Të fiket etja dhe të ngopet barka. A, kjo qëllimi. Si të vrenë që fryma po ngushtohet, do të me largua. Edhe kjo është, elhamdulillah që Allah këtë e kalon të ku ka njerit, se një s'kishit kur është ball, i kish pëlcit, si kurse lopa. A e gani nuk din sa është ball, pëlcet. Apo pa Allah e ka mundësu njeri ju që ball, mjaft është, se tu pëlcit kjo këtu. Ka shenja. E po mirë tek zemra për shembull, afër. A e pret sinjalin e zemrës është ball, a nefsi thot ball. Kush thot tek ne është mjaft? Sa në zemra e ngrat mbetet uri thot edhe një reçat Allah se met, shumë keq ka met, ball thot nefsi. Apo? Jo. Lëre zemrën që të flet ajo ngop ajo, jo nefsi. Se nefsi me 2 reçat mjaft. Sa për nefsin, na që 5 vjet falem vetëm një reçat vitër apo. Apo? Sa për nefsin ball. Po zemra e ngrat sare bjen natën pa buk. E lodhur, bjen e uritur. Apo? Po problemi i saj sa ja nuk kanë kohë si lukthi. Apo? Lukthi ti, nëse në jep sa dosë me flajtaj, nuk të pytaj. Nëse zemra është me urë se lukthi. Zemra pa i tani, unë nuk jom ngop. Apo nuk do të kesh fuqi nesër të vazhdon atutje, problemi është këtu. I po nuk dëgjohet zëri i saj apo. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah thotë se s'mund të zemrës janë 2 lloje. Një lloj i zhurmshëm që ta imponon marrni ilaçit dhe një lloj i heshtur apo por që të dëmton më tepër se i pari. I zhurmshëm është kush? Pikëllimi, mërzia, apo sklerata, dashës kur i mërzitshëm, apo duhet me ndërmarr masa me largu mërzinë apo. Edhe pse kjo më mërzit njëra, çan xhenem. Po më nej kështu mërzie normale, jo me këtë kalu kufit e shariatit. Ndërsa, a ka ndodhë dikush me ndodhë, po më shtërngon zemra për kibrit, subhanallah për gëtë, ha? Se një këta, për. Mund njëri jetën 30 me kibra u dhe bilat të mënu se është më i shëndoshin botë, për. Andaj zemra nuk din të ankohet, apo zemra i shfaq problemet e veta jashtë. Nëse ti e vren, mirë, që është më u falë, me nëzi pret me krya, për. Së shngop sa duhet, atë s'ka fuqia për në zemra. Prandaj kryerja e obligimeve, adhurimin dhe Allahut azza wa jall janë ushqimi i cili e fuqizon. Nuk ka mundësi të pastrohet zemra e njeriu. Absolutisht, në qoftë se kjo nuk bëhet duke ushqyer zemrën adhurime. Disa njerëz për shemb mendojnë se sikurse ka pas të kaluarën. Kanë menduar se edhe se ka dhe ma herët, kanë mendu se pastrimi i zemrës nuk kupton një ndjenjë caktuar të qetësisë dhe disponimit të brendshëm. Kur këtë e kanë arrit, kam pse mu faltash. Andaj, për shembull, është një nga dietarët e mëdhenj të sufive,
e ka shkruar në libër Tabaqatu Sufia. Ka shkruar në libër të madh, apo ka përmbledh evlijat e tyne, njerëz më të devotshëm. Dhe çfarë gjendje ata kanë rritë të devotshmërisë apo në pastrimin e zemrës, që kanë dashur të bëjnë pastrim, po jo në metodologjinë e Ehlis Sunetit apo. Andaj kanë thonë, për shembull thot për njërin, kana rahimuhullah, ka qenë Allah e mëshirohet, waliyen min awliya illah. Apo në veli për evlijave të Allahut azza wa jall. Ka qenë i devotshëm, ka qenë kështu, wa kana la yusalli rahimuhullah. Kur namaz nuk falte, Allah e mëshiroft apo. Para mënaj apo. A? Disa gjëra që kanë qenë të kaluara si pjesë e fraksioneve nuk ekzistojnë së në mënyrë të organizuar. Por konceptet e tyre hala janë gjalla. Psa nuk e nisë një duke thonë, balansi zemrën e paqja Allah. S'ka lidhje shamia namazje. Subhanallah, na me namazën e na me këqyt me përmesu zemrën, ata pa namaz të pastër kanë pen start apo. Këtë pikë dika ka ardhur, dikush i ka infektuar këta njerëz. Gabimi i kësaj metodologjie apo. Ne duhet një të them edhe vetes tonë, harro se përmirësohet zemra jote pa adhurim apo. Këtë nuk mund ta paramendosh. Pastaj adhurimet në kuptimin e të dytës, obligimet dhe aftësitë kjo diçka tjetër. Por pa adhurime, pa dhikr, pa Kur'an, pa ilm, pa agjerim, s'ka përmirësim apo. Nuk ka mundësi, ka është e dop, nuk qëndron zemra, ai mund të jetë e pastër, po nuk mund të përballon goditjeve se është e dopt. Sikur një njeri për shembull, nuk ka smundje, po nuk ka imunitet për të rezistuar viruset apo. Ai smundja e parë që vije, ata gëdet apo. Një grip në kinë më shfaqe ai ka smurët apo. Pse? Se imuniteti i dopt apo. Andaj ai që i garanton imunitet shëndetësor dhe fuqi, stabiliteti zemrës tonë është kryerja e obligimeve të Allahut xhallahu ala, që nënkupton obligimet e zemrës, obligimet e gjuhës dhe obligimet e gjymtyrëve apo. E gjitha këto na duhet më njoft sa janë këto apo. Dhe çdo ditë ta ushqim zemrën me këto gjëra apo. Sot për shembull kemi njerëz të cilët me të madhe punojnë në obligimet e jashtme, por nuk e ndëgjon duke folur në obligimet e brendshme. Procesi i tillë është i dështuar. Në qoftë se ne nuk i mësojmë muslimanët tevekulin, dashurinë ndaj Allahut azza xal, të shpresuarit në Allahun, mendimin e mirë për Allahun xhallahu ala, krejt fokusi jonë është falu, s'do të çndron ato. Është e pamundshme. Pra duhet që namazin t'ia prezantojmë në tabakun e dashurisë ndaj Allahut azza xal. Po, në tabakun e shpresës në Allahun xhallahu ala, mendimit mirë për Allahun xhallahu ala, e kështu me radhë. Dallon kur ti diku t'jap një gotë ujë në një tabak, ai thoni tabak apo ç'e thoni? Ha? O tabak. Se kjo është pjesa e fjalori, mund të tabak ku e diun çka del atje atë. Kështu që të kuptojmë. T'ja përndosh në tabak të bukur, urna e merr gotë me ujë. Apo ti thua, a jetër po, prite. Apo dallon kjo vëllai. Dallon. Andaj duhet t'ja për njerëzën këtë tabak të zbukuruar me dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. Dhe kjo është obligime që duhet mi kryej. Prandaj çdo metodologji e cila nuk kalon përmes të kuptimi nuk do të korrë sukses. As në veten tonë, as dikush tjetër. E dyta që e ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah është ta mbrojmë zemrën nga ajo që e dëmton. E që në këtë rast janë mëkatet e ndryshme, të vogla, e të mëdha, e të lëllëshme, të zemrës, të gjuhës dhe të gjymtyrëve. Madje Ibn Qayyim rahimullah përmend se në krahasim të këtyre dy shtyllave, kryes së obligimeve dhe largimin nga mëkatet, të dyjat janë shumë të rëndësishme për pastrimin e zemrës. Dhe ne gjithmonë duhet ta ndjekim këtë metodologji. Instalimin e obligimeve, kryen e adhurimeve dhe largimin nga mëkatet. Mirë po, gjithmonë, e para ka përparësinë ndaj dytës apo. E para ka përparësinë ndaj dytës. Dhe Ibn Qayyim rahimullah i përmend më tepër se 100 argumente që dëshmojnë
se obligimi tek Allahu është më i rëndësishëm se së largimi nga mëkati. Dikush tash thot rregull, pra, se kisha problem me do gjunohe, ka mirë, jo, kjo s'ka të bëj me, kjo nuk e relakson raportin ton me haramet, absolutisht, nuk na amneston këtë drejtim. Por e ka një kuptim kjo apëtan. Kjo e ka një kuptim. Cilë është e kuptim? Thot Ibn Qayyim rahimullah se braktisja e obligimit zakonisht është e shoqëruar me kibër, ndërsa kryerja e gjunajt zakonisht është e shoqëruar me dobësi. Shi dopt para epshit. Dorëzohet, nuk mundet. Për këtë arsye ajo bën të parën më të madhe se këtë dytën. Prandaj edhe për këtë arsye Iblisi çfarë bëri? E refuzoi urdhnin, ndërsa Ademi alayhis salam e shkeli vjen e kuqe. Këti Allah për ne tëubën, atë Allah e dëbëja. Prandaj, ne sot, për shembull, kur bie fjale për harame dhe për mëkatet, ne duhet bëjmë të ndëruar vlerësimet ka paskoshme, sikurse njerëzit që kanë firmë, njerëzit që kanë çka do qoftë, bëjnë vlerësimet ka paskoshme, kontrole e kështu me radhë. A mund që ta përcaktosh, që një praktike, një shembull, që ta përcaktosh një strategji, një vjeçare të ndërtuar mbi këtë metodologji. Me një anë adhurimet, me një anë ndalesat. Dhe ta përcjellësh veten tënde, apo se sa përqind më tepër flitet, interesohesh, angazhohesh, largohesh nga mëkatet e vogla, ndërsa mbetin të mëdha e zemrës. Për shembull, ne si shoqëri këtu, si musliman, ama te për flasim, si musliman, ama te për flasim për ullën e shikimit, apo më te për flasim për hasedin. Ama problem të këne është, për shembull, pirja duhanit, përse kjo është haram, a është kjo ma problematike me e pa një musliman, apo dikën që i bën gibet? E kështu më radhë. Prandaj, kjo metodologji nuk duhet të mbetet, sikur sa të tjera që i ceka, por duhet që t'ja vendosim provimin, dhe që mëkat e zemë dhe ndruar, t'i kuptojmë shumë seriozisht. Për të sfida djetarë islam, sikur se Ibn Tejmi, rahimullah, Ibn Qayyim e të tjerët kanë përmendur, se mëkat e zemrës në përgjithësi janë më të mëdhaja se mëkat e gjymtyre në përgjithësi. Që në kupton se po ne duhet të kujdesim nga mëkat e mëdha të jashtme dhe obligime kemi dhe është haram i madh, Allahu na dënon për këtë çështje. Dhe këtu s'ka asnjë kompromisi. Mirë po, a kemi arrit ta instalojmë në veten tonë ndjeshmërinë apo ndjeshmërinë që e kemi ndaj zinas, sikur ndjeshmërinë që kemi ndaj hasedit, apo ndaj urrejt ndaj një muslimani, apo ndaj paragjykimit. Në qoftë se kemi kaos mbrana këtij sistemi, jep me kuptu se metodologjia nuk funksionon apo. Nuk funksionon. Andaj unë kam dhe që ju të më kuptojnë drejt, se di që nuk keni ju fillestar, e dikush të kupton, zina s'ka ka, haram kjo, Allah e urren. Dënimet rrepta ka për këtë çështje. Po ne po flas për me tash ka herë për me rikthy sistemin, duhet me kanjera edhe me bëu disa veprime sa në gjendje normale janë dhimbshme, por në gjendje të jashtëzakonshme duhet me përdorur këto terme për ta kuptuar drejt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se ka ardhur në hadithin e Abu Dharrit, e ka pyetur Abu Dharri, a yazni al-mu'min, ndodh që muslimani me ran zina? Ka thonë naam, ndodh. A fakt gabim bjen atë. Po kjo sort unë besoj që po kuptojmë drejt, apo ka thonë a yasriqu al-mu'min, a gabon besimtari edhe habitet lakmon e ka për të gjep këtë? Po gabon atë. A fakt, lakmi e moment të përën. Ka unë e jekdhibul mu'min, a rem besimtari ka unë la.
Nuk rran kur kjo. Këtën haram apëtën. Këtën haram. Po disa janë të afektit me epsh, e disa janë të poshtërsisë të brendshme apëtën. Prandaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 njerëz. Allahu xhallahu ala nuk ka me i pastru. Nuk ka me shikun ta dhe për ta ka dëmshëm apëtën. Kur i shek këta njerëz, ka të tjerë që shtu bojnë, pse veç ta 3? Ka thonë, el imamul kadhab, o dhejtë si rëndës, subhanallah, e ka fuqin, e ka të këtë i ka dhe për të rënë, kjo që është i poshtër. Pse rënë? Të s'ki nevoj me rëjtë. Ose ka thonë, se i khunzani. Plaku, zinaqar. E zinaja për trijën është halal, për të është halal, ma e denot. Po ti plak, tash kjo zinaja e plaku nuk është si kjo zinaja trijët. Pse? Zinaja trijët është nga epshi, e zinaja plakut është nga poshtërsia dhe fllitësia. A kuptove? 2 nivele e kanë. E po ky nga fllitësia e bën. Nëse ky nga epshi e bën atë. Dhe ka thonë, ailun mustakbir. I varfër mendje madh. Edhe i pastër mendje madh e ka haram. I pa i bile ka për çka me ka mendje madh. Ma ti s'ki kur që dhe mendje madh, këve që pse i poshtër i keq i apëtën, bërlag, po që se ban këtë punë njëri apëtën. Ne duhet të them që njohja e kategorive të mëkateve dhe çfarë ka të bëjë me epshin, çfarë ka të bëjë me prishjen e zemrës nga mbrana, çfarë ka të bëjë me poshtërsinë e dikujt, është pjesë përbërëse e kësaj metodologjie, që disa gjëra duhet të largohen nga vjeta jonë dhe ndëruar apo. Duhet të largohen. Unë e kuptoj që njeriu të gabon shikim. Kjo është normal, kjo po dua të them, po gabon njeriu në këtë mi po andodh që një musliman wallahi ta mashtron diken për shkak të fesë të tij, kjo s'është më veç epsh. Kjo nuk ka më veç epsh, kjo është tashmë poshtërsi është kjo. Për shembull, dikush ta ka besu arkën e punës dhe pse falesh. Nëse djalit vetë se ka besu të ti ruje këto dhe ti e vjedh atë. Kjo s'është më veç epsh. Po kjo është e mashtrim dhe tradhtinë e emën të fesë, që shumë e rrezikshme dhe më e keqe. Pra kur themi se duhet me kry obligimet, dhe kur themi duhet me largu nga ndezat, edhe këto i kanë detalet e veta të brendshme, që duhet me ditë se si me vepru besimtari përballë tyre. Prandaj, njohja e mëkateve të zemrës, njohja e adhurimit të zemrës është çështje primare për neve dhe emergjente, që duhet të mirrim me te dhe t'i kushtojmë hapësirë më të madhe se që i kushtojmë hapësirë gjërave tjera. Dhe në anën tjetër, duhet që një musliman të ndihet më i qortuar dhe më i kritikuar për ndonjë reflektim të mëkat të zemrës sesa për në një mëkat të jashtëm apo. Ka ndodhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njeriu 3 herë, 4 herë me pi alkool, me pru me denu para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe me thon dikush po pin alkool dhe po denohet sikurse qeni. Ka thonë pejgamberi sa mos thuaj kështu. Nga se ky e dën Allahun dhe pejgamberin. Kjo si kombinim mulen me ndodh. Mirë po kur e kanë nënçmuar Abu Dharr e Bilalin në bazë të ngjyrës, s'ka thonë ky e dën Allahun dhe pejgamberin. Ka thonë ti aloj xahil ka ke. Hala ti je ignorant apo. Çysh e nënçmon njërin apo. He ka epsh, problem ka ama. Ti pse nënçmon kët? Apo andaj njohja këtyre gjërave duhet na kupton se kur duhet më shqetësu më tepër e kur më shqetësu më pak, sa më dhon kësaj më tepër hapësirë, sa më dhon kësaj hapësirë, kjo këtë pjesë e kësaj metodologjie që duhet ta njohim. Por jo dikush subhanallahu te investon, ani kjo në rregull është. Po kjo është kas brenda metodologjisë. Ti investon mos të madhe për shembull apo për ndonjë nga haramet sa ti më rëndsi, e të vlon zemra ti me hased. Ti më vëllai nderuar, doja pak energji edhe për këtu. Dajnë nga pak edhe këtu, pak ushqim se kjo shkaj pasht kjo. Edhe në kuptimin e adhurimeve të Allahut Azza wa Jall. Dikush për shembull jep shumë rëndësi, dhe kjo çu duhet më ngon, normale është kjo punë, nuk po në vlerësoj, me fal namaz me xhamasun, por më them se kjo është pjesë e akidës tonë, të përgjithshme. Pjesë e menhexhit tonë. Mirë, po jo të bëhet kjo krejta që ai din pi fesë Allahu xhallahu ala. Falën sa të parë, sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, plot nga ata që janë devotshëm, i shën sa të parë, falën natën, agjërojnë ditën,
por se kam përfundu problemin me gjuhën hala, me gibet e me shpifja. Në kjo nëse aludon diç, aludon në kaos të brendshëm, metodologjik që ky besimtar nuk e posedon në përmirësimin e zemrës së tij. Andaj, përcaktimi i kësaj metodologjie me këto shtylla, adhurimet, ndalesat, apo është titull i gjerë, mbrana kësaj kërkon rregullim të brendshëm. Ne kemi rregulluar në aspektin e jashtëm, por nuk kemi rregulluar aspektin e brendshëm. Ka pëlqyer një shembull një musliman që ja ka sjell grua së tij. Apo është pak larg kësaj që po flasim, por e ka një simbolik që mund të lidhet edhe ndërlidhet me këtë që po e përmendja. Ne e dim se domosdoshmë normal, njëri kur e shet dikën sa është mirë, si po kalon mirë, mendon se këta është ajo që jetë aty në atë. Dhe një gruaj ka thënë burrit vet, "Çaj burri soi sa mirë është usil me ta, çish më flet, ti më mu kurs di kështu më usil kështu më radh." Apo pse ai ka ditë se ajo është më përpara saj atje, sa e njeh ato çfarë është. Por gruaja ka pas aspektin sipërfaqësor apo. I ka thonë burri gruas, ka thonë, "Gru, a ke pa kuzhinën ku përgatitet ushqimi, apo edhe vendin ku shtrohet dreka?" Po si jo. Vendi ku shtrohet dreka është shumë i bukur për musafir, apo? Thot mirë, po të se ke pa kaos në kuzhinës halatje. Ti ke pa veç dhomën ku ta gjet ushqimin, këtë e ke pa ti aftë. Prandaj ne në rregullimin e jashtëm për mrekullinë dukemi. Apo jemi për lakmi, por kur të futet dikush në kuzhinën tonë, gjen ent palara që 2 vjet aftë, se ka prek dora njerëz aty aftë. Andaj rregulloje kuzhinën e nga se nat ent ti me hongër, para mëne për shembull një njeri i cili si kalon që 3 vjet. Këtë enti ka pa probleme. Ai çfarë bën? E kthyer ato që më pak e probleme, o pa probleme pin. Na kështu ti përdorim ent për namaz, për dhikr, për përmend Allah. Kuzhina është kaos, e pa lame. Po kjo është më pak se kjo, edhe kjo është e dytë, po bën më mirë se kjo. Jo la pastroje kaosin brenda kuzhinës tënde. Andaj na e dim se adhurimet po, na e dim se obligimet po, na e dim se mëkatet po. Këtë na e dim. Po kjo është dhoma që musafirët na ju kallëzojmë sa të mirë jem nafta. Me bëj me in kuzhinë, si këtë disa restorane, duken kështu të bukura të mira, po kur janë futur sa kamerat fshehta në kuzhinë, si ata përgatitin ushqimin, pastaj s'bën përshtypje edhe me arimë që janë për jashtë ato. Apo andenim nuk na duhen reklamat, nuk na duhen parullat, ne na duhet realiteti apo. Çfarë kuptimi ka ushqimi i mirë? Apo po bëj shumë i banal se po du të arrest neverin deri në maksimum për gjendën që kemi aftë. Çfarë kuptimi ka ushqimi i mirë? Kur e han, thotë dikush, "A të pëlqej e mirë?" Po valla. Valla me komë ku mbo aftë. Atë ka mundimi? Me herë. Pse tash po mirë kë? Po çet duhet të kisha në zonën tani me komë punesha. Andaj nga njëri më duket se gjendja e mirë, po me ditë se kuzhina me çka është përpunuar ajo nuk të pëlqen asgjë nga vetja jote aftë. Prandaj metodologjia ju ndërtohet po në kryen e obligimeve, ndërtohet në largimin nga ndalesat, por kjo nuk nënkupton se ka përfunduar tëra, por duhet tash të futemi brenda dhe të rregullojmë nga brenda sikur se kemi nga jashtë aftë. E kjo është metodologjia saktë. Andaj rregullimi i brendshëm i këtij kuptimi dëshmon për metodologjinë e saktë që e ndjek një besimtar në drejtim të pastrimit të zemrës. Nëse kjo është me parola, unë jam ehli sunne, unë jam pasuesi i selefit. Me çka je ti pasuesi i selefit? Qysh me çka? Apo me veta? Apo? Po me çka je valla? Me kuzhina të palara që 5 vjet, me këtë je, me ushqim të përgatitur me këmbë, me këtë je, me çka je ti? Andaj kërkohet rregullimi i brendshëm, i vazhdueshëm. Pastroja rregulloje, vendos në vend, pastaj dil edhe reklamoj jashtë Allahut. Dil sprish punë, reklamoj. Për këtë arsye ka thënë Rabi ibn Khuthejm, sigurisht që ndëgju vazhdimisht dhe mbrome për mana. Çka thosh për te? Ka dalë se unë jam ty lajën të mia një herë. Kur ti përfundoj tani flas me para s'ka problem. Përfundoj ti pastrimin tënd brendshëm, rregullimin tënd të brendshëm. Pastaj kontestoja pastërtinë kuzhinave të tjerëve, e të anë të tjerë këtu më radh. Po ne të kontestojmë pastërtinë e kuzhinave të tjerëve, ndërsa po u fut tek ne, jo që sa han ushqimin ton më kur, po na burgos për mashtrim se ka pasur dikush të pson keq nga helmimi i ushqimit ton atë. Andaj ka thënë Abu Hanifa rahimullah, po të kishin mëkatet s'kishin pas mundësi me net nga të mejeme. Me pa ju kuzhinën e Abu Hanifa rahimullah, po ta shedit ju kuzhinën time, apo si qëndran,
nuk do të hanin më kur ushqimin kuzhinë, kur. Kështu ka Abu Hanifa rahimullah. Nuk e di çfarë mund të themi ne pas këtij imamit të madh, Allahu na ruaj. Dhe pika e tretë e kësaj metodologjie ndërtohet në atë që e përmenda më herët, në lirimin e viruseve të brendshëm. Ne kemi jetuar, dhe vazhdojmë të jetojmë, po flas për një periudhë të kaluar në ambiente tepër virusale. Apo duke filluar nga familja, e duke filluar nga shkolla, e duke vazhduar nga rrethi e shoqëria kudo qoftë. Apo a ke pas lanë në shkollë dikun prej sa landëve deri në fakultet dikun, që ke kry që dikun, ama landë, këshilla porosit të shka, landë që të kanë mësu se si të bëhesh njeri sinqert. Kur? S'ka kësi landë. Apo? Që të kanë mësu, për shembull që të bëhesh kështu të asgjë. E mos tasëm për në rrugë, e mos tasëm për atje. Ne kemi shumë të meta nga kaluara, kemi shumë, vëllai, traumat shkaktuar nga ignoranca e kaluar. A din sa puna duhet që këto të lirohen? Prandaj Ibn Qayyim rahimullah thot e taubatu wadhifatul umr. Tauba është detyrë e jetës. Nuk është periudhë jetësore, por detyrë jetësore. Gjithmonë robi pendohet. Nëse gjithmonë duhet me godit, gjithmonë duhet me nxjerr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që brendia e tij ka qenë si kristali e pastër, nga se Allahu ka dëshmuar për këtë, me një mejlis ka thonë 100 herë astaghfirullah. Dikush thot po dhikr ka bu, ka mund me thonë subhanallah. Dhe kjo dhikr është, ka mund me alhamdulillah, ka mund me thonë pse ka thonë astaghfirullah. Sa për dhikr ka mund diçka tjetër me përzjedh. Pse ka përdorur astaghfirullah 100 herë? Dhe kjo e ka domethënë në vetë. Andaj Ibn Qayyim rahimullah në librin e tij Madarij Salikin shkallët e devotshme çush mund ngjitet Allahu xhallahu ala. Pjesën më të madhe të librit ja kushton tëubës. Pendimit. S'ka patë. Andaj kërkohet nga ne një pendim kualitativ, cilësor, apo i cili shërben si pengesë mes të kaluarës tonë dhe të ardhmes që po ndërtojmë. Nga se problemi jonë është sikur se ndodh nga një herë në për disa vende të caktuara ku infrastruktura është shumë bukur e rregulluar. Si ndodha përzihen uret e zeza me uret e pishëm që vijnë nga ujësillësi. Se si kanë nda mirë, kanë gabu, kanë bë derdhen e këtij gypi të ureve të zeza të derdhet në gypin e madh që bën furnizimin me ujë të banorëve. A pijet me ujë? Nuk pijet me ujë. E sa ka nga këta gypa, apo që janë ende të hapur nga e kaluara, të cilët po përzihen me gypat e ujit të pishëm që e ushqejnë zemrën. Ka shumë që ata na po fal me spenim namazin. Po normal apo se është një gyp atë që tuar namazin zemra i po i dhson. Prandaj kërkohet pendim i sinqert, kualitativ dhe i vazhdueshëm nga e kaluara. Dhe gjithmonë të jemi në proces të pendimit apo. Dhe asnjëherë mos na duket se pendimi ka kaluar. Prandaj interesimi për pendimin kualitativ dhe zbrazja e vetes tonë gjithmonë nga e kaluara është ajo që përbën shtyllën e tretë të metodologjisë së ehli sunetit në pastrim. Sa kemi treguar nga e kaluara thash, të shumta vëllezër vallahi, të shumta. E që muslimani që është pendu e konsideron atë dosje të mbyllur. Tash është të punuar çish me perfekcionu dhikrin e Kuranit, ani mirë kjo. Po edhe ktheu mrapa, jo në kuptim të asaj që të pengosh nga eqja përpara. Por apo të pengon? Po shumë po pengon, po largoja valla. Dhe merru me të kaluarën tënde seriozisht. Jo në atë kuptim të kontestimit të teubës ose të zhgënimit, jo në këtë kuptim, por në kuptim të lirimin nga e se të pengon gjithmonë. Në qoftë se je mësuar të kaluarën me bardh fjalë, që s'u ke qenë të kaluarën. Se s'ka pas pengesa, që ndoshta edhe tash në sistemi të bajt. Nuk dihet, po tash edhe më kaq në emër të fesë, në emër të ibadetit. Në të kaluarën për shembull
ka humbur kohë, s'ka pas kohë, s'ka pas pesh koha për te. Ma zvala është bardë e kjo sot, se s'ta bën për ty pëse në humbë koha. Gjitha këtu e në të tërshguar nga e kaluar. Andaj, marrja e besimtarit me të kaluarën e tij dhe gjithashtu insistimi i tij i vazhdueshëm për të pastruar nga e kaluara me teube cilësore, kualitative që përbën pika të shumta, që thash Ibn Qayyim rahimullah i ka kushtuar pjesën më të madhe të librit të tij, është gjithashtu pjesë përbërëse e metodologjisë tonë në përmirësimin e zemrave tona. Prandaj fuqizimi i zemrës me ushqim të shëndosh, ruajtja e zemrës nga ushqimet e dëmshme që janë mëkatet dhe gjithashtu pastrimi të brendshme dhe të liruarit e të brendshmes nga çdo virus që pengon shëndetin e brendshëm të zemrës, përbëjnë shtyllat themelore të metodologjisë islame të ehli sunnetit në pastrimin e zemrës. Nëse ne arrijmë ndëruar që këtë ta përkthejmë dhe zbërthejmë praktikisht në përditshmërinë tonë dhe me gradualitetin e kuptuar më herët, të ecëm përpara, duke e njohur natyrshmërinë tonë dhe duke respektuar aftësitë, me lejen e Allahu xhallahu ala, shumë shpejt do të vrehen ndryshime rrënësore në jetën tonë përditshme. Po nëse njeriu nuk ka strategji, nuk ka projekt, nuk ka metodologji, nuk ka baza me cilën ndërton këtë dhe don me pasu zemrën e tij, atë kjo mbet një dëshirë e tij vetëm, por që nuk ka të bëjë me realitetin absolutisht. Andaj, sikur që përmendëm në fillim dhe po duam e përfundu, ka shumë prej pikave, formulime të ndryshme që dietarët i kanë përmendur lidhje me metodologjinë. Po thash unë pa të dëshirë që të fokusohem në këtë formulim të mrekullueshëm të Ibn Qayyimit rahimullahu, që në mënyrë praktike e prezanton metodologjinë e Ahlussunnetit në pastrimin e zemrës. Kjo është tema e katërt e këtij seminari. Ka mbetë edhe një temë që unë dua t'ju konsultoj juve. Është një temë që është e rëndësishme, ka të bëjë me frytet praktike të pastrimit. Ose e sqarojmë këtë temë, ose e lëjmë pjesën e pestë për pyetje dhe sqarimin nga ana juaj, që mendoj se ato mund të jenë interesante. Andaj nëse ka pyetje që kanë të bëjnë me temën dhe i shërbejnë kësaj, atëherë mund që t'ja kushtojmë një takim kësaj. Përndryshe, vazhdojmë me pjesën e pestë të kësaj teme. Allahu xhallahu ala ju shpëlbojë dhe na ndihmoj. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.